Në Tiranë, forumi rinor i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet protestoi përpara ambasadës serbe, një manifestim në reagim të dhunës së ushtruar ndaj ekipit shqiptar të futbollit gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbi. Ne u bëjmë apel autoriteteve politike serbe që të mos përfaqësojnë huliganizmin e Ivan Bogdanovicit. Ne u bëjmë thirrje të kërkojnë ndjes për këto fyerje të paprecedenta. Shqiponja dy krenare, prej nga u friksuan pjesa ekstremiste e shoqërisë serbe në Beograd, është e njëjta për të cilën Papa Francesku u lut që të fluturojë në mbar botën e lirë. Ndaj fëmijët tanë, mos u trëmni nga e mira e shqiponjës kuqezi. Çënulluan mori edhe opinionet e qytetarëve, jo vetëm për atë çka ndodhi në Beograd, por edhe për vizitën e pritshme në Serbi të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Unë për veten time gjithë trupi im ishte në gjendje shok. Nëse do isha atje nuk e di çfarë do bëja. Do kam qarë me pikën e lotit, për gjithë ata djem nënash, për mendimin tim ishin heroj. Ai ishte thjesht një lojë sporti, nuk ishte për të manifestuar muskuj, domethënë të dy popujt. Ishte një situatë tepër e vështirë, sidomos pas flamurit, ishte një pretekst ajo e flamurit që po na dënon dhe UEFA për ato. Besoj se pala serb u tregua shumë e rrep me ne, ishte terror, të luash futboll me 4000 policë. Gjithë serbit sa nga dash asnjëherë neve. Ne nuk duhet të përdorim dhunë si ata. Ne duhet të tregojmë kulturën tonë. Ju si qytetar, si mendoni se është e duhura të shkoj kryeministri në Beograd apo jo? Të shkoj dhe t'i thotë ato veprime të padrejta që bën ata. Edi Rama dhe të shkoj, për neve dhe të shkoj. Do thotë të vërtetat në sy. Do të shkoj dhe domethënë të diskutoj me kryeministrat dhe ato byron e Serbisë për çështjen që ndodhi, pasi ato e kanë edhe e gjithë bota e pa që nuk reagoi fare. Ndërkohë në rrjetet sociale, shqiptarë dhe miq të Shqipërisë po firmosin një peticion drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe UEFA-s, ku kërkohet hetimi i Serbisë për shfaqjet raciste dhe dhunën e ushtruar ndaj futbollistëve shqiptar në stadiumin e Beogradit gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbi.